Tek e para Korintasve kapitulli 10 që neve jemi së bashku, vargu është lexohet në këtë mënyrë. Asnjë tundim nuk ju ka zënë përveç se atij që është i zakonshëm për njerëzit, por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejojë që ju të tundoheni më tepër sa mund të përballoni, por në tundimin do të japë edhe rrugdaljen që të mund ta përballoni. A keni ndjenë ndonjëherë sikur jeta është shumë e vështirë dhe se tundimi është më i madh se forca jote? A ke menduar ndonjëherë që nuk e përballon dot? Kur flasim pikërisht për tundimin, mendohen gjëra nga, domethënë nga më serioze, neve përballemi, por dhe nga ato gjërat më të thjeshta në përditshmërinë tonë. Ndonjëherë në përditshmërinë tonë jemi kur neve vuajmë në shumë, kur jemi duke punuar, duke ecur, duke vepruar, mënyra se si neve shprehemi tregon ku jemi neve me besimin me Perëndin. Shpesh herë kur përballesh në këtë lloj forma, neve zgjedhim me hapën se nuk jemi në kishë. Ka njerëz që mendojnë që duke qenë pjesë ose duke qenë në adhurim, ja për shembull kur jemi në këtë kohë ku neve jemi së bashku në adhurim, neve mundohemi që të rrim sa më serioze, në rregull. Por kur neve jemi në përditshmërinë tonë dhe nuk e bëjmë pikërisht këtë gjë, thënë, po pse nuk jemi në kishë? E vini re këtë lloj ndryshimi. Një komedian që hasa në internet është i krishterë. Për arsye pune, ju dersh të merrte në telefon një antar të kishës, por që nuk e kishin kontaktet e njëri tjetrit, edhe nuk ishin përshëndetur ndonjëherë se zonjën në telefon, siç duket kjo zonjë ishte me nerva edhe i kthehet. Kush je ti? Dhe filloi me ta se në zë ju përgjigj. Edhe nuk e njofti dhe tha, kush je ti, ku e gjete numrin tim? Edhe ky që nga ana tjetër e telefonit thot, sister, mother X-i, jam nga kisha. Zoti të bekoft, aleluja, është kënaqësi që po të dëgjoj. Në momenti shau, ofendoj, dhe në momenti tjetër kur dëgjoj këtë gjë, tha, e bekoj. E njëjta gjë, nëse ju kujtohet tek Jakobi, që thot, si mundet thot një burim të nxjerrë dhe ujë të ëmbël dhe ujë të hidhur? Pra, si mund të dalë nga goja jon bekimi edhe mallkimi në të njëjtën kohë? Si mund të dali humori, buzëqeshja, nga mirëdashja, këto gjërat e mira të bukura kur neve jemi me njëri tjetrin, por ndërkohë kur vjen puna, ne flasim edhe në mënyrë negative. Është e vërtetë që neve tundohemi, sforcohemi, detyrohemi që të shfryjmë në këtë lloj mënyre apo në këtë lloj forme. Diçka tjetër që neve duhet të kemi parasysh është bashkësia. Ku ne të lidhemi bashkë dhe të adhurojmë Perëndin, miqësia me njëri tjetrin. Imagjino sikur ti ishe si një ushtar në luftë, edhe për një moment do kesh zënë një vend, një mbrojtje atje dhe je krejtësisht i vet. Edhe për një kohë të gjatë, nëse do të kaloj një kohë e gjatë dhe ti lufton veten, ndërkohë që shërfetun miqtë tuaj ti nuk i shikon, ti mund ta humbësh atë motivimin, jam i vetëm, më lam këtu. Shpesh e njëjta gjë mund të ndodhi edhe me ne si të krishterë. Kur ne strukemi në atë jetën tonë, me ato hallet tona, me ato problemet tona, me ato shqetësimet tona, ne mund të ndjehemi në këtë lloj mënyre, në këtë lloj forme. Ju kam treguar këtë historinë me ceken, që tregon si Barcalet cekja në televizor kur e shikonin pa atëherë, se tani s'para dele. Po tregon një histori interesante. Thot, isha me makinë, edhe mes natës
i prishet makina në mes të rrugës dhe diku aty ishte një shtëpi afër. Edhe fillon në mendjen e vet që thot më duhet ndihmë, më duhet një person, më duhet kjo, më duhet ajo. Edhe thot do shkoj tek kjo shtëpia këtu të trokas ti kërkoj ndihmë që të gjej zgjidhje për problemin, mbase më ndihmo. Ndërkohë këtë lloj biseda i vazhdon me mendjen e vet. Shiko thot, po nëse ai thot do thot kush je ti që më bezdis në këtë kohë të natës, pse ma prish gjumin e kështu me radhë. E unë do të them, do i kërkoj falje, do mundohem që ta qetësoj në mënyrë që të marr ndihmën. Debati në kokën e tij vazhdon sa ai arriti se po në sherr, gati për të zënë, po e kishte në kokën e tij dhe arrinte të trokasin në derë. Troket në derë dhe thot, dele i zoti shtëpisë, po thot, kurdo, të bafsha mund krikë, se atë donte i krikën, por në mendjen e tij ai filloi dhe po e shante, po ofendonte, jo do më hapi derën, jo do i bërtasje, dhe këtë përgjigje kështu të lloj forme. Shpeshherë këto lloj keq kuptimesh ndodhin dhe midis njerëzve, midis vëllezërve, midis edhe antarësisë kishës edhe vllazërisë kishës, kur për një kohë të gjatë, për arsye të ndryshme, ne nuk komunikojmë me njërin tjetrin. Ti mund të digjesh me hallet, me problemet, me shqetësimet që po jetë duke kaluar, por dikush tjetër ja thot ky se vune ujin zjarr të vinte, ja se ky kështu urret se do është. Por komunikimi është gjë e rëndësishme, besoj që edhe kjo vlen edhe si këshill për çiftet. Thirrëria e Perëndisë është themeli i shpresës sonë. Ne dimë që Perëndia e mësojmë në fjalën e tij që Perëndia është besnik. Ju kujtohet Kaini me Abelin. Kaini me Abelin ishin vëllezër, siç e dimë. Kaini i hyri xhelozia edhe u ngrit dhe e vrau vllain e tij. Po një nga gjërat që Zoti i kërkon llogari Kainit është dhe pjesa ku thot ku është vllai? Pse mos jam gjerojtari vllait? Unë është. Ne jemi unë besoj në këtë lloj mënyre e marrë si mësim. Ne kemi përgjegjësinë vllazërore për njëri tjetrin. Jo për të qenë gur pengese, por ndihmë. Ne kemi për detyrë morale, shpirtërore që na vjen nga Perëndia që të ndihmojmë të bekojmë njëri tjetrin. Ndaj dhe kur Perëndia ynë na pyesi ku është vllai yt, ku është motra jote, se mos jam gjerojtari, unë këtë lloj debati e kam gjithmonë me kohës. Unë jam në pozicionin e shërbëtarit të bariut, shpeshherë dhe kur jam unë që ju marr në telefon më shpesh, duket sikur ju bezdis. Edhe por ky është një debat i imi. Por përpara Perëndisë unë kam këtë lloj llogaridhami. Besoj që neve të gjithë kemi këtë lloj llogaridhami. Ku është vllai yt? Ku është motra yt? Po flasim për vllazërinë e kishës. Neve kemi për detyrë që t'i ofrojmë ndihmën tonë. Tani është anë tjetër kur ajo derë mbyllet, që thot unë nuk desha, nuk kam nevojë për ndihmën tënde. Nuk më pëlqen shoqëria jote, nuk më pëlqen miqësia jote. Por ama detyrën tonë neve e kemi bërë në këtë, ose si thua përgjegjësinë tonë e kemi bërë, nuk e kemi lënë. Zoti Jezus kur dërgoi dishepujt e tij tha, shkoni tha për të predikuar fjalën, por mos merrni asgjë me vet. Tek ai qytet që do ndaleni, që do të shkoni, gjeni njeriu e paqes. Njeriu i paqes. Njeriu i paqes do të thotë një person që është i komunikueshëm, dëgjon fjalën e Perëndisë, e merr atë si mësim. Por në qoftë se ju kur të trokisni dhe dikush nuk ju mirëpret dhe ju flisni fjalën time, shkondit plurin e sandaleve edhe largohuni prej atij. Tashmë mallkimi e Perëndisë ka rënë mbi atë
njeri, me atë familje, me atë qytet, me atë fshat, ku ju du të shkoni, kur nuk ju pranoj. Pra, kur neve e kemi shkundur plurin e sandaleve, kur neve kemi hequr përgjegjësinë tonë, si vëllezër, si motra të krishterë, nuk e kemi bërë atë detyrën tonë, ne nuk kemi më çfarë të japim llogari, edhe përpara Perëndisë, sepse e kemi bërë. Ky varg që neve sapo lexuam së bashku, çfarë thot? Shkojmë edhe një herë që ta rifreskojmë. Vargu 13. Asnjë tundim nuk ju ka gjetur juve përveç se tundimit njerëzor. Por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejojë që t'ju të ndojnë përtej fuqive tuaja, por me tundimin do t'ju japë dhe rrugdale që ju të mund ta përballoni. Çfarë po thot Pali? Që Perëndia është Perëndi i bekimit. Por çka duhet të dimë dhe të kuptojmë që neve do testohemi, neve do provohemi, por jo përtej fuqive tona, por jo përtej kapacitetit tonë. Imagjino, sikur dishe ose si një mësues, nuk do t'i kërkoje nxënësit më shumë nga kapaciteti që ai ka. Ose gjithashtu nuk do të kërkoje, nuk do të bëje pyetje provimi, qofse teksti shkollor nuk i përmban. Sepse kjo është dhe jashtëligjshme, nuk lejohet. Pra, po Perëndia që na ka dhënë neve, na ka dhënë jetën, si mund të ofroj Perëndia, si mund të na lejojë neve Perëndia të testohemi përtej kapaciteteve tonë? Imagjinoni, mendoni pak Jobi. Me sfida nga më të ndryshme që Jobi kaloi. Por Zoti tha djallit vetëm diçka, mos ja prek jetën e tij. S'ke punë. Sepse jetën ja kam dhënë unë. Në çdo tundim Zoti jep një rrugdalje. Ka gjithmonë një rrugë shpëtimi, një vend ku mund të thuash jo dhe të largohesh. Ka shumë njerëz që u tunduan. Kemi ky kapitull që sapo lexuam së bashku, shumë si thua i përmbledhur, Pali e përmbledh dhe thot shumë njerëz bën gabime, edhe këto gabime janë shkruar për ne që ne të mësojmë. Kemi Kaini, mëkatoi deri me vdekjen, derisa e vrau vllain e tij. Edhe u end gjithë jetën e tij si një endacar. Kemi Mojsiu. Mojsiu të ndua për zemërimit të tij kur ata i kërkuan ujë, edhe i tha Mojsiu nga zemërimi e sipër, goditi shkambin me shkopin që i kishte dhënë Perëndia dhe prej atij shkambi doli ujë. Zoti tha, po pse nuk prite? Edhe t'ja kërkoje Zotit, po e bëre atë me kokën tënde. Edhe prej këtij zëmërimi, Mojsiu t'ju mohuaj që të hynte në tokën e premtuar, sepse ata po endeshin, e di, për 40 vjet. Për 40 vjet u endën në përshkret të tij. Pse? Se shumë njerëz zgjidhin pikërisht të jepeshin pas pasioneve të tyre. Pas moment, kur të ndoheshin, jepeshin, dorëzoheshin, o do shijoj jetën, o do kënaqeshin. Dhe u deshën 40 vjet që gjithë ai brez mëkatarësh të vdiste në shkret të tij, pastaj do brezi tjetër që Perëndia përgatiti për ty në tokën e premtuar. Kemi Davidin që u dundua, ra në mëkat. Por ama u ngrit përsëri dhe i kërkoi Zotit falje. Ai agjeroi dhe vajtoi 7 ditë e 7 natë. Por mbasi Zoti ja bëri të ditur se çfarë ai kishte bërë, mbasi e kuptoi plotësisht atë çfarë kishte bërë. Jezusi vet u tundua, por nuk u dorëzua. Në momentin kur u lut që shkoi 40 ditë në shkret të tij. Kur e mori Uria, atëherë djalli ju afrua dhe e tundoi. Kemi Pietrin, nëse e mbani mend mohimin e Pietrit. Pietri, kur Jezusi e shikonte që ishte lëkund, ai e thërriste Simon. Kur ai ishte shkëm,
që ishte i palëkundur në thanjet e tij, i thriste Pjetër, sepse Pjetër ja vendosi Jezus që do të thotë tha shkaf. Në këto momente, kur Jezusi i tha Pjetrit, shiko tha Pjetër, ti nëse ju kujtohet momenti kur ata arrestojnë për ta kryqëzuar Jezusin, Pjetri tha, unë do të ndjek ty deri në vdekje. Po kur pa Jezusin e arrestuan, jo vetëm që arrestuan, por e rra, e përshtyn, e sham, e ofendun, e shtyn, derisa e çuan tek perandori. Dhe në momentin që të gjithë njerëzit ishin mbledhur në ato kopshte në atje të madh që prisnin të dëgjonin për vendimin për Jezusin, një pa Pjetrin dhe Pjetri i than Pjetrit, dhe ky është një nga ata ndjekës. Unë tha, pshimër syt që si jam unë, tha. Dhe Jezus i tha, ti do më mohosh 3 herë, tha. 3 herë, derisa gjeli të këndoj. E Pjetri e mohoi 3 herë, dhe kur gjeli këndoj, atëherë Pjetrit i kujtuan fjalët e Jezusit dhe plasi me qartë. Por ama nuk e pati guximin që të thoshte, po unë jam, hajde në prizoni dhe mua. Sepse ai kështu tha që unë do të ndjek ty deri në vdekje. Të gjitha këto shembuj biblik na tregojnë që neve duhet marrim zemër, edhe kur bjem në mëkat, duhet pendohemi dhe të ecim përpara, sepse Zoti është një Zot i mëshirës, është një Zot që fal, është Zoti i dashurisë, është Zoti i hirit, dhe ai kërkon që gjithë secili prej nesh të vijë tek Perëndia. Edhe ajo ikja me vrap i kushtoi burr. Më vonë mund nëse do të qëndronte, do t'i kushtonte jetën. Nëse mbani mend historinë që gruaja e Potifarit donte që të shkonte më. Një është që të qëndrosh në fjalën e Perëndisë. Fjala e Zotit është arma më e fortë kundër tundimit. Mateo 4, Jezusi duke u tunduar nga djalli. Djalli i tha, është shkruar, edhe ai do të dërgoj, Ati që është në qiell do të dërgojë angjëjt për të ruajtur, për të mbrojtur. Por tha, gjithashtu është shkruar, tha Jezusi, tha, që mos adhuro, sepse djalli tha, ulu tha në gjunjë të më adhuro mua. Mos adhuro asnjë gjë tjetër përveç Perëndisë. Fjala e Perëndisë është armë e fortë, edhe Efesianët kapitulli 6 ishni armatimin e Perëndisë, thotë, për të qëndruar kundër tundimit, për të qëndruar kundër forcave të djallit. Djallit nuk i intereson që do bëheni ushtari i tij edhe do të bëheni besnik. Nuk i intereson ajo. Ajo çfarë i intereson të shkatërroj sa më shumë shpirtra. Sa më shumë shpirtra, sa më shumë njerëz të kthehen të mohojnë Perëndin, nuk mund të themi kundra se askush nuk fiton kundra Perëndisë, po do mohojnë Perëndin edhe të largohen prej tij, kaq që i intereson, të digjen në ferr. Prandaj dhe Perëndia është një Perëndi i mëshirshëm dhe i hirshëm. Jo vetëm se Perëndia nuk e mohon veten e tij, edhe ka thënë që të gjithë ata që mëkatojnë dhe kthehen kundra meje do të vdesë. Tek Testamenti i vjetër neve kemi historinë me Mojsiu, i kthehemi përsëri historisë, nëse ju kujtohet, kur Mojsiu u ngjit lart në mal për të marrë urdhërimet nga Perëndia. Njerëzit poshtë u mblodhën dhe ndërtuan një idhull, një viç prej floriri. Edhe Perëndia i mallkoi ata njerëz sa dhe toka u hap, edhe të gjithë njerëzit vdiqën. Nuk e di, të hapet toka, ta këllufisi toka, tha. Kur shon toka dhe u mbyll përsëri. Përpara Perëndisë me mëkatin ne jemi të vdekur, e kemi të sigurt 100%. Por Perëndia dërgoi Jezusin që gjithsecili prej nesh të jepet mundësia. Prandaj dhe Perëndia është i mëshirshëm dhe i hirshëm me ne. E shkretëtirës që njerëzit u enden për 40 vjet, duket e bukur, duket si prallë, se një re i udhëhiqte gjatë ditës dhe një re prej zjarri i udhëhiqte gjatë natës. Që ata imagjinohen që të ecnin edhe natën, nëse kur Perëndia i kërkonte që të ecnin.
edhe qëndronte reja prej zjarrit, qëndronte me ta për ata, që ata mos të ishin të friksuar. Edhe gjatë ditës që i udhëhiqte, Perëndia i siguroi mana, Perëndia i dha mish, dhe ata përsëri donin qep e hudhra. Përmendet në Bibël. Se atje kur ishim në Egjipt ne kishim dhe qep njomën. Vetëm menja njeriu të shkret. Por nuk i vete menja që harrojmë që i përkasim Perëndis dhe jemi të përjetshëm, edhe për shkak të kënaqësisë së momentit, tundimi është i zakonshëm dhe ne nuk përjashtohet. Edhe lutja e Jezusit tek Gjoni, kapitulli 17, nëse e mbani mend, Jezusi thot, nuk lutem thot që të largohet, ti heqesh këtu, por lutem që ti forcosh, ti ruash dhe ti mbrosh. Por nuk përjashtohen tundimet, nuk përjashtohen vujtjet, problemet, shqetësimet që gjithsecili prej nesh përballet. Por Jezusi është lutur dhe për ne që të na mbrojë dhe të na ruaj. Zot. Disa pyetje reflektuese për gjithsecilin prej nesh, çfarë tundimi po përballeni sot, ose u përballët derisa erdhët? Apo kërkon rrugdaljen që Perëndia ka vendosur për ty? A beson ti në besikërinë e Perëndisë? Perëndia është besnik. A beson që Perëndia do të sigurojë për ne një rrugdalje, një rrugëzgjidhje? Neve fokusohemi gjithmonë tek problemi dhe kjo na shqetëson edhe na lodh, edhe na raskapi. Sepse atje jemi. Edhe unë nuk di çfarë të them ndryshe, sepse do të isha hipokrit qëse unë do të thoja që jam unë për shembull kur kam një problem, kam një shqetësim, unë e heq madje plotësisht aty e fokusohem tek Zoti. Nuk e bëj dot të them një këtë lloj fonda, por di të them që i kërkoj Zotit ndihmë. Mundohem që mbahem sa më fort jetë e mundur pranë Zotit në ato momente, sepse nuk është e lehtë. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithsecilin prej jush. Zoti ju bekoj.